Në trotuarin ku të miturit u përplasën për vdekje nga 57 vjeçari Nikola Radaci, i cili sipas policisë me shpejtësi dhe në gjendje të dehur drejtonte automjetin, qëndron ende topi me të cilën fëmijët po luanin. Familjet e 10 dhe 12 vjeçarit kanë hapur dyert e mortit. Prindrit e 10 vjeçarit u kthyen nga Italia ku ndodheshin për kurimin e të atit në mesnatë. Ta afërm miq, shok të shkollës, mësues, të njohur e të panjohur kanë ardhur për t'u shprehur ngushëllimet. Si ta shpjegojmë atë, është shumë e rëndë. Shumë e rëndë, s'ka fjalë të thuash. Jetërisht për shumë e rëndë, është e pafash. Këtë mund ta quash kamikaz. Kamikazi nuk bën më tepër se kaq. Është tragjedi, se të rri fëmia në punën e vet, në të qetësinë e vet, dhe të vi tjetri të bi të çon tokë është të merr. Është një ngjarje që nuk mund ta përshkruash. Tani nuk e di se si mund të veprojnë, po shteti do të forcoj ligjet. Atë që piraki, ishte patent të fare. Pse e kthen patent për zdyti? Çfarë themi? Ka më keq? Shumë të vërtetë. Banor zonës. E tmerrshme. E pranishme ishte edhe zëvendës kryeministri Albana Koçiu, shoqëruar nga kryetarja e Bashkisë së Durrësit Mirjana Sako. Le të respektojmë dhimbjen sot. Atjetër të gjitha të masa do merren. Por nga fjalët duhet kaluar në vepra. I publikova edhe për kolegët e mi deputet të çdo ane, për t'u bindur për të ndryshuar atë kod rrugor dhe atë kod penal për ta cilësuar një akt të tillë siç është vrasje. I kemi votat për t'i bërë këto, i kemi me shumicë. Familja e 57 vjeçarit banori zonës nuk jeton më në lagje. Policia e ka larguar për të shmangur konfliktet e mundshme. Banorët, të shokuar nga ngjarja, thonë se në këtë rrugë shpesh automjetet qarkullonin tej normave të lejuara dhe apelojnë për marrjen e masave që ngjarje të tilla të mos përsëriten. Rastisur më parë kur i ka për punë ose kur kaloja që më qëllon të rruga i kisha parë që lunin. Po kur e morë vesh që vdiqën vallai, jo vetëm unë, po çdo kujt i erdhi keq. Përpara ka ndodhur këtu aksident më të vogla, po me dëm materiale. Dhe kur ka qenë policia kemi thënë që merrni masës sepse do ndodhë ndonjë më e madhe.